musliman Muhamedi a.s. e ka lyp natën e Kadrit, por ata dhe ka qëndru në xhami në fillim të muajit Ramadan. Ka nejt në xhami, është mshel në xhami dhe ka lyp natën e Kadrit. Derisa ka shku Gjibril a.s. dhe i ka thonë ajo që ka jetë lyp është para teje, domethënë ma vonë. Tani ka nejt Muhamedi a.s. në xhami në 10 ditë e mesit muajit Ramadan. Në xhami. Tani ka thonë Gjibril a.s. ajo që ka jetë e lyp është para teje, domethënë ma vonë. Tani ka nejt Muhamedi a.s. në 10 ditë e fundit të Ramadan ka nejt në xhami. Edhe kjo është prej traditës Rasulit a.s. me nejt në xhami në 10 ditë e fundit të Ramadan. Unë po mënona në pika shkurta me fol pak rreth rregullave, rreth formës që shbohet kjo. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft me thënë drejt. Po foli shumë thjesht për me kanë shumë e qartë. Qysh me bën jetë? E bën jetë o musliman me shku në xhami, edhe shkurja jote në xhami e kallzon jetën tanë. Nuk ki nevojë diçka me thënë me gojë. Kujdes kur don me shku në xhami. Sa do të më nejt në xhami? Do me thënë, sa ditë ban me nejt? Ajo që ka mas pak të është për cilën e për hadithe, është një natë që është ardhur në hadithin e Omeret radiallahu anhu. Omeret radiallahu anhu është betu kur kanë jo musliman, që në qofë se ma jep Allahu këta, ku me nejt një natë në xhami, të ne ka vetë Muhammedin a.s. i ka thonë, ja Rasulullah, që shtu këmë thanë atëhere. I ka thonë Muhammedi a.s. kryje, rrën një natë në xhami. Një natë, qysh me nejt një natë në xhami? Rrën prej para se me praru dili vjen në xhami, edhe rrën deri të falsh namazin e sabahit. Kjo është ma e paktës që mund është me ba. A ban edhe ma pak, a ma kështu ka arë në hadith, mas pak, të me thënë një natë. E në qovë se është një natë dhe një ditë, kjo është ma taman. A ban 2 ditë, ban 2 ditë. Ma e plota është 10 ditë me leja në Allahut Azza wa Jall. Mo mshel në xhami, rrin në xhami. Çka më bën në xhami? E adhuron Allahun Azza wa Jall. E madhron Allahun, ban dhikr, thu subhanallah, la ilaha illallah, falesh, lexon Kur'an, e kujton Allahun Azza wa Jall. Largohesh prej muhabeteve të thjeshta, për shembull largohesh prej telefonit, nëse në kallabllak ata që në xhami, që mshel në xhami, i largohesh komunikimit të madh, domethënë nëse është nevoja. Çka nuk ban me ba në xhami? Nuk ban me dal jashtë xhamis. Nuk ban me dal jashtë xhamis, vetëm për nevojë. Domethënë, për kryerjen e nevojës ose për me bleu ushqim. A ban me vizitu dikush në xhami me ardh, dikush prej familjarëve, me ballaf me ty, me nejt me ty ban. Ka nana besimtarve të Rasuli a.s. ka bisedu me Rasulin a.s. edhe kur ka dash me shku, e ka përcjell Rasuli a.s. deri te dera e xhamis. Domethënë, lejohet me ardh dikush me vizitu, nuk ka problem. Çka nuk ban me bë tjetër, nuk ban me pas marrëdhënie me gruan. Në kohën kur jeni itikaf në qendrim në xhami, domethënë, nëse ban këta e prish. Po thonë nëse ke bana një anë për këtu, ne e dal jashtë xhamis. Atëre ç'a ndodh nëse e ke prish itikafin, ç'a ndodh e ke prish qendrimin në xhami? Kur gja nuk ndodh. Mos më kthy apo të më vazhdu. Veçse se e ke në atë kuptimin e ke prish një punë që ke dashur me bë. Domethënë është punë vullnetare që ke dashur me bë, e ke ndërprej. Kur gja nuk u bë, nuk i fat dënimi për ta. E nëse rrin kish probleme, mëdhaja me lejen e Allahut Azza wa Jall. Para mendoa, çush ka thënë Muhamedi alayhis salam, dikush nëse e prit në sala, e fal në sala, e prit sala tjetër, është sikur me kanë të fal tan kohën. Vazhdimisht para mendoa me nejt në xhami në 10 ditë e fundit të Ramadan, kjo është për gjana më të mëdha që mund të bë në 10 ditë e fundit të Ramadanit. Domethënë, e përmendëm, mas pakti është një natë, domethënë vjen para prarimit dillit, rëndën mëngjes, mas shumtja është 10 ditë. Kështu ka nejt Muhamedi alayhis salam çdo vit, përveç një vit që i ardh gratë Rasulit alayhis salam në xhami, edhe nuk ka qëndruar në xhami, e ka bën në muajin Shawal, domethënë muajin që vjen pas kësajna. A është kjo veç për burra, është edhe për gra musliman. Vana dhe gratë lejohet, sidomos në xhamia ku ka vend, ku ka hapësirë. Cila xhamia ban me nejt? Në krejt xhamiat me lejen e Allahut Azza wa Jall. Vetëm se kujdes me kanë xhamia që nuk janë lanë, domethënë jo xhamia që i kanë lanë njerëzit, xhamia që falet xumaja në to, ban me nejt në to me lejen e Allahut Azza wa Jall. Ama jo në për katune, për shkakun në xhami dikun me një katun e kanë lanë njerëzit me shku më mshela të jo. A ban me bë të shtëpia qëndrimin, shpe më mshel? Jo, kjo s'ban o musliman. A duhet veç në Qabe, edhe në xhamit Muhammedit alayhis salam, edhe në Mesjidul Aqsa?
apo ban ke xhamiat, ban krejt në xhamiat me lejen e Allahut azza wa jall. Argument për këtë është fjala e Allahut azza wa jall, wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Mos ju afroni atyne përderisa jeni të najt në xhamia. Do ka në formë shumë se do lejohet në krejt xhamiat. A është obligim kjo? Jo, nuk është obligim o musliman. Është vetëm në rast obligim. Për shembull, nëse ti i thu Allahut azza wa jall, nëse më jap çita, çka lyp, ose më shëron e vladën, babën, nanën, unë kam najt 10 ditë në xhami, tani duhet më najt në xhami, tani kjo obligim. Por nëse nuk e ke obligim. Në qoftë se dikush thotë, unë në qoftë se më jap Allahu këtë mundësi, më largon këtë smuj, më heq këtë dert, unë kam najt në Qabe, duhet më najt në Qabe. Ama në qoftë se thotë për shembull, kam najt në xhamin e Muhamedit alayhis salam, a ban me në Qabe, ban me në Qabe, ama kundërta nuk ban. Do më në qoftë se thot në Qabe, do të me në Qabe. Në qoftë se thot në xhamit Muhamedit a.s. Medine, ban me në xhamit Muhamedit a.s. Medine, mirë po ban me në edhe në Qabe, por shkak se në Qabe, ashtu kështu është ma mirë. E tjera xhamia, përveç këtyre 3 xhamia, do më në Qabja, xhamia Muhamedit a.s. Medine dhe Mesjidul Aqsa, përveç këtyre tjera xhamia janë këtë njëjta. Për shembull, në qoftë se te ke bëman me një kohë që kumenaj në xhami, ama kur ka thonë kumenaj në xhami e me në xhamin e katunit tanë. Sot për shembull jenë në Evropë, rrin në xhami ku ti je? Domthon xhami tjera janë këtë barabarta me lejen e Allahut azza wa jall. Kur ti jeton në xhami, kur jetu qëndru në xhami, çka do të më bë? Çka ban jetë normale musliman? Domethënë vetë si shtan këto, për shembull kujtan Allahun më shumë, falesh më shumë, lexon Kur'an më shumë. A ban me flajt, gjithsesi që ban me flajt. E prish qëndrimin në xhami në qoftë se flan shumë. Jo, nuk e prish. Se më mirë është me kanë me na çut me adhuru Allahun azza wa jall më shumë. Xhami që e kanë një dhomë, a keni pa për shembull zyrja e hoxhës, për shembull është aty, a ban me najt ata, nëse e dhoma që është ngjitur me xhami, ka dalje në xhami, ban me lejen e Allahut azza wa jall. Ai korridori që e bajnë kanë në xhamia, nëse edhe ai përdoret për xhami, ban edhe ata me lejen e Allahut azza wa jall, se shumica ato përdoren për xhami, domthon falën musliman ta është xhami, bese për shembull po thonë nëse është avdeshania që atje, edhe për mi avdeshania janë zyre, shembull për marrëm, jo në ato me najt. Do me najt në xhami, në xhamis me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ban jetë këtë normale, domthon han, pin, falësh, flan, pushon, edhe e ban jetë normal, veçse largohesh prej familjes, largohesh pak prej dunjas, edhe ki koma shumë me llogarit vetën tane, me llogarit gjinat e tua, me llogarit sprovat e tua, me llogarit veprat e tua të mira dhe me shqyr veten, ai i gatshëm me dalë çështo para Allahut azza wa jall, edhe me lyp natën e kadit. Kjo është për qëllimeve qëndrimi në xhami. Po besoj që ke qartë me lejen e Allahut azza wa jall, a ban me ardh fëmia, domethënë fëmia për mbi 7 vjet, ban me ardh me ty në xhami. Edhe është hajër, është mësojnë, e shijojnë fëmia, mësojnë për te e këtë tradit Rasulit alayhi salam, që është ashtë edhe në gradë ban me ardhë, ma e mira është që në qofë se kanë mundësia, ndo kanë si qadrat vogla, si tenda kështu, e bleni ase dhe e banë si dhomë të anën atë kuptimin, edhe rrinë gruja aty, po foli për gruën të shenë këtë rast, e banë si dhomë të anën, jo si dhomë familjare, po si dhomë të anën, gruë kurje, e banë se dhomë tonë në ata dhe rënë aty. Nëse dikush ka qef me nejt Mesjidul Haram në Qabe, është kallabllak i madh, edhe ja këshilloj muslimanëve që nështë është gati shumë vështirë, për shkak se edhe i pengon njerëzit, mirë po edhe është e pamundshme në gjithat kallabllak, sidomos gruaja është e pamundshme për shkak të avretit, për shkak të formës të kallabllakit është e pamundshme. Mirë po ka xhamia në Qabe, rreth Qabes. A ban ato xhamia, ban gjithsesi, edhe nuk hub kur gjapi shpërblimit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse kërkosh nuk dëshon që në Qabe është më mirë. Mirë po, në pamundësi, domethënë rrin xhamia që në rreth Qabes e gjani xhami që ka më pak njerëz, pse më pak njerëz është vështirë me gjet, mirë po e gjani xhami ku të përshtatet më shumë edhe rrin. Edhe një herë po them, kjo është punë vullnetare, por ata që dojnë me bë me lejen e Allahut azza wa jall, është jashtëzakonisht e mirë, është tradita e Rasulit alayhis salam, e kanë vazhduar muslimanët pas Muhamedit alayhis salam, shumë e bajnë muslimanët hala, edhe është diçka shumë e mirë, ua kishë preferuar muslimanëve krejt, se cili për neve i mushum kuferat me udhëtu gjithkon,
Moshe një herë një qantë edhe u tha për në xhami. Ma shkon në xhami të mahal